إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله të nderuar, të respektuar besimtar dhe besimtare, selam aleikum rahmetullahi wa barakatuhu. Me shpejtësi të madhe po shkojmë drejt fundit të bekuar të Ramazanit dhe po I kalojmë të net veçanta të bekuara të dalluara të këtij muaji të madh. Sonte është nata 25 të dashur vëllezër besimtar, një ndër natët padyshim të mundshme shumë me që nata e madhe e Kadrit. E ne lutim Allahun Azza wa Jall që na mundsoj që deri në fund të qëndrojmë kështu dhe me rinë Allahut Azza wa Jall do të arrijmë dhe do të takojmë shpërblimin e madh që Allahu subhanahu wa taala ka premtuar për ibadetet dhe punët e mira që bëhen në natën e Kadrit. Një ndër veprat që besimtarët garojnë shumë në Ramazan, por dhe jashtë Ramazanit është edhe sadaka të dashur vëllezër besimtarë. Dhe përmes këtij adhurimi, së këtij ibadeti, garojnë jo vetëm ata që janë namazli, por edhe të tjerët besimtarët në përgjithësi. Andaj sot dashur vëllezër shkurtimisht do të përmend disa prej fryteve të sadakës, mënyrë që me pa besimtari I cili e ka dorën e shlirë se vërtet ai do të shpërblehet me të mirat të Allahut Azza wa Jall në këtë botë dhe në botë tjetër. Ati që Zoti ja mundson me ndihmu, ati që Allahu Azza wa Jall ja mundson të tjerëve gjendjen me u lehtësu, ati që Allah subhanahu wa ta'ala ja mundson që përmes durve të tij në rikthyer buzëqeshjen shumë fëmijëve, shumë familjeve dhe mu lehtësu jetën dhe kushtet për ta do të ketë një shpërblim të madh të dashur vëllezër besimtarë. Çdo herë po tash në Ramazan në veçanti, kështu vepronte profeti alayhi salatu wasalam, që tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhu, thotë ishte profeti alayhi salatu wasalam me bujar I mirë, po thotë ai dhe me bujar ishte gjatë muajit të bekuar Ramazan. Për dobive dashur vëllezër besimtarë të mëdha të sadakës, ose prej fryteve të mëdha të sadakës, sadaka është argument I imanit. Subhanallah. Ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, as-salatu nur was-sadaqatu burhan. Namazi është dritë, kurse sadaka është argument. Argument që don Zotin, argument që je besimtar, argument që je në gjendje me vepru për Zotin, argument që I bindur se Allahu kome ta kompenzu, argument që risku është në dorën Allahut Azza wa Jall, e plot tjera që të lidhen me këtë fjalë të dashur vëllezër besimtar. Sadaka është argument I imanit, I besimit, I dashurisë që ke për Allahun subhanahu wa taala. Dy të nderuar vëllezër besimtar, Allahu Azza wa Jall ja bereqet në sadak, në atë pasuri prej së cilës nxirret sadak dhe ndihmohen të tjerët, Allahu ja bereqet edhe personit, edhe pasurisë, edhe familjes. Thot profeti alayhi salatu wassalam, Allahu Azza në Kur'an, Allahu yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu e asgjeson ribon, kamatin. Nuk ka hajër në kamat, nuk ka hajër në fajde, nuk ka dobi. Allahu po thot e asgjeson, e humb, e shkatron edhe atë pasuri, por ruana Zot mundet me shkatru edhe personi I cili merret me kamat. Sot ose nesër,
Jem hak është një shprehje që ka thënë se Allahu Azza wa fshin, e shkatron ja humbë gjurmë të ndëruar vëllezër besimtar. Andaj ata të cilët përfitojnë në këtë mënyrë që Allahu nuk e don, nuk ju shkon gjatë dhe ndoshta ju vjen momenti që kanë me humbë në tënësi pasurinë nëse nuk e humbin edhe jetën në përgjithësi. Wa yurbi sadaqat, dhe këtë është në lidhet me temën kurse sadakës i jep bereqet. Yurbi e rrit pasurin për mes sadakës, e rrit bereqetin për mes sadakës, i shton të mirat për mes sadakës. Tre të ndëruar vëllezër besimtar, sadaka e shuan hidhirimin Allahu subhanahu wa ta'ala. E shuan hidhirimin Allahu azza wa jall, e zvoglon hidhirimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot profeti alayhi salatu wa salam, sadaqatu sirri tudfi'u ghadab ar-rabb, sadaka nafshahtësi e zvoglon, e shuan hidhirimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj sa mirë është dashur vëllezër besimtar kur robi me një lëmosh të vogël, me një sadakë të vogël e shuan hidhirimin Allahut azza që e ka ndaj rëbër të tij për shkak të mëkateve të tyre. Sadakët e dashur vëllezër besimtar është shkak që për mesaj Allahu subhanahu wa ta'ala mi shëru edhe të sëmurit dhe mi largu edhe belat dhe brengat. Ka thonë profeti alayhi salatu wa salam, dahu mërdakum bis sadaka, shërani të sëmurit tuaj, respektivisht kërkoni shërimin e tyre për mes sadakës. Shëroni, pra jepni sadak me njetë, o Zot shëroma filonin, o Zot ndihmoj filonit. Sot e patëm një rast subhanallah, këtu në xhamin ton një besimtar që ishte jashtëzakonisht një shembull i mirë, shembull të tillë po ka çdo ditë të dashur vëllezër besimtar në mesin e besimtarëve. Dhe kjo është një sihariç i mirë, kjo është një shenjë e mirë se niveli i besimtarëve është ngrit jashtëzakonisht mirë. E kanë kuptuar se jemi duke i kuptuar mirë dhe drejt fen të dashur vëllezër, dhe jemi duke i kuptuar dhe veprat që Allahu subhanahu wa taala. Një prej besimtarëve sot pas namazit të drekës tha, ka mundësi hoxh mi paguën ja 10 iftara. Shërim për vllaun e shokut tim i cili është duke kaluar një gjendje jashtëzakonisht të vështirë. Allahu shëroft ya rabbel alamin. Ata dhe gjithë të sëmurit prej besimtarëve ya rabbel alamin. Andaj të dashur i nderuar i vëllau, kjo është recetë profetike. Nuk është e imja. Kjo është diagnozë profetike. E ati cili nuk flet me hamendje, por flet me shpallje. Shëroni të smurët tuaj me sadak. Jep sadak dhe kërkoj Allahut azza wa jall që përmes asaj sadake me ta largu brengen, me ta largu merzin, me ta largu smuja të ndryshme që kanë dhe i kemi ndoshta të gjithë në për qoftë brenda familjes ose në rrethin ku jetojmë. Andaj prej dobive të mëdha të dashur besimtar, jashtëzakonisht të rëndësishme është që sadaka shëron sëmundjet dhe përmes saj profeti alayhi salatu wassalam ka kërkuar që besimtarët të shërojnë sëmundjet e tyre. Pastaj të dashur vëllezër besimtar, sadaka e përcjell njeriu edhe në varr. Në momentet më të vështira, kur do të ballafaqohemi me të gjithë një nga një, secili prej nesh, të gjithëve komë në ardh ajo ditë kur kemi me lang të dynja të bukur, e me të mira, e këtë begati, e këtë jetë, e këtë luks, e këtë familje, kemi me ilan një ditë dhe kemi me shku për ahiret qysh këna ardhën të dynja, pa kur gjo, mire po, janë disa vepra të cilat e përcjellin robin edhe në varr dhe nuk e lajnë veturën edhe në varr, përkundër që familja e tij kthehen, përkundër që djemtë e tij kthehen, përkundër që dostat e tij kthehen, përkundër që krejt ata jaruna që i ka pas kthehen, një jamoshin 3 ditë po, elhamdulillah, në ashtë asë ato nuk jamojnë. E kush nkelet në varr, yatba'ul mayyita thalathun, ka thonë profeti sallam, e përcjellin të vdekurin 3 gjëra. Ehluhu, familja e tij, miqësia.
pasuria, maluhu wa amaluhu dhe vepra, dy thot kthehen më njëherë pas varrimit. Dhe ngelet vepra. E prej veprat të është besimtar që ngelet me ty është sadakatun jarije, sadaka rrjedhse. Aja sadak që e ke shti këtu në xhami, aja sadak që e ke shti atje në xhami, aja sadak që ti e bo sebeb me ngrit një shkollë për Kur'an, e një objekt për Kur'an, e një odë atje për të bome, e ke marru dikun atje një qeshme, e ke mbill atje dikun një pem, e ke hap atje dikun një bunar, subhanallah, ku me din cilin vend, mirë po ke bo sadak rrjedhse dhe aja do të thotë që kom me rrjedh, pra kom me rrjedh se vapët asaj edhe pas vdekjes. Sadakot e dashur vëllezër besimtar është hije për besimtarin ditën e gjykimit, në ditë të vështirë, në ditë të nxehtë, në ditë me plot të lashë, të cilën profetet Allah subhanahu wa taala nuk marrin guximin me fol për Allahut azza wa jall dhe nuk marrin guximin asnjëri prej profetëve me kërku Allahut që me filluar gjykimin në ato ditë të vështirë. Sadaka, ka thon profeti alayhi salatu wasalam, ka thon el mar'u, njeriu do të jetë në hijen e sadakës së tij ditën e gjykimit. Andaj ka thonë se cili për jush le ta rrit atë hije ose le ta zvogëloj. Pra, përmes sadakës, përmes lëmoshës, përmes ndihmës e rrit sadakën në cilën ti ke më fu ditën e gjykimit. Allahu na bëf një hije të mirë ya rabbel alamin dhe shumë shpërblime të tjera të nderuar vëllezër besimtar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allahu po thotë dhe shpejtoni, garoni drejt falës së Allahut dhe xhenetit, gjerësia të cilit është soqiet dhe toka, u'iddat lil muttaqin. Fali Allahu dhe xheneti Allahu të gjerë dhe i bukur, thotë Allahu është përgatit për njerëz të devotshëm, cilët janë ata ya rabbel alamin. Ajeti më njëherë në vazhdim, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra, ata cilët japin kur kanë mundësi, por edhe kur nuk i kanë ndoshta kushtet shumë të mira. Ata cilët në vazhdimsi japin, vazhdimsi ndihmojnë dhe nuk ju kalon punë mirë aksion përveç se kanë me qenë pjesëmarrës sipas mundësive që kanë. Fis sarra'i wad darra. Andaj nderuari besimtar dhe nderuara besimtare, jepni, sepse nëse jepni për veti, nëse bëhen tahma dhe bëhemi tahmaqar, atëherë bëhemi kundër veti, thot profeti alayhi salatu wasalam në një hadith të madh të nderuar vëllezër besimtar. Dhe kjo është njëra prej dobive të mëdha të sadakës, thot në çdo ditë, në çdo mëngjes të secilës ditë, thot dy melaçe zbresin dhe mbojnë nga një dua. Dy melaçe zbresin prej qiellit dhe luten me dua të çuditshme. Njëri prej tyre thot: Allahumma ati munfiqan khalafa. O Allah, jepi atij që jep. O Allah, shtoja atij që jep. O Allah, rritja atij që jep. Kurse tjetëri që ka thot: o Allah, merja atij që s'jep. Merja të ahmaqarit, me laqët lutën kështu. Pse me alon ati në dorë mallin të ahmaqarit, për ati që nuk ka dobi askush, ndoshta as familja ti, ndoshta as fëmijët e tij nuk ju shen çu duhet, sepse është të ahmaqar. Andaj me laqët Allahut azza wa jall lutën që për ata që japin, që Zoti t'ju jep, dhe lutën për ata që s'japin, që Allahu subhanahu wa ta'ala t'u merr. Ndërsa në hadithin tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot: o biri Ademit, jep, unë t'jap ty. Ti ndihmoj njerëzve, unë ndihmoj ty. Ti furnizoj të tjerët, unë të furnizoj ty. Po të nderuar vëllezër besimtar, të mirat e sadakës janë të shumta. Janë të shumta për këtë botë dhe për botën tjetër, për jetën e kësaj bote dhe për botën dhe për jetën e amshueshme, për individin, për pasurinë, për familjen dhe për shoqërinë në tënësi. Allahu azza wa jall ka dashur dashur vëllezër besimtar që dikush me qenë i pasur e dikush me qenë i varfër, që ky i pasuri me pas mundësi me fitu përmes pasurisë së tij, dhe ai i varfëri e ka bë Allahu provim, sprov edhe për imanin e tij, edhe për sabrin e tij, po e ka bë edhe sprov edhe për të pasurit dhe ata që janë në rrethin e tij, se apo ju bien men, se apo ju ndihmojnë. Allahu azza wa jalla ashtu të mirat e rabbel alamin. Allahu ua kompenzoft ya rabbel alamin për gjithë ato që jeni duke e dhënë, e keni dhënë dhe po japni këtu në xhami,
për projektet e xhamisë dhe gjithandaj nga ato që ndihmojnë besimtarët. Zoti ju shpërblet. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر